Faleminderit për duart trokitjet. Sonte në garë do ketë 3 propozime për t'u larguar nga shkolla e Akademisë së Yjeve. Njëra është një propozim normal sipas të procedurës së zakonshme, skuadrës fituese i lind e drejta që të propozojë një nxënës për t'u larguar, dhe 2 propozime të tjera, të cilat janë penalitet nga shkolla për një ngjarje të pazakontë që ka ndodhur në shtëpinë e Akademisë së Yjeve ditën e njëjtë. Kjo ngjarje është diskutuar shumë gjatë në shtëpinë e Akademisë së Yjeve, nisi së pari si një lojë mes 2 konkurrentëve, Albit dhe Sarës, dhe më pas përfundoi në një situatë konfrontim të dhunshëm. Ta ndjekim materialin. Po mirë, pse i ke marrë kufjet e mia dhe i ke humbë 2-3 ditë? Djej që atë. Zeza, që i ka pas dafi ti i ke marrë, i ke përdorë, pa më pytë mu. Si ja kom, të ja kup që herë. Të miri se shkam bën ti me mbaner të rëndeli. Të rëndeli? Po të miri se shkam të i branës, vëlla. Që me laj komës. Mos më prek më me dorë, ma. Mos më prek me dorë! Pse më prek me dorë? Qef, pse? Kene problem? Ta shqanë, vetëm të ti këm pa. Ti si e peshtë. Ka ujkë, ka qenë, ka zellë, Okej, hajtë pis. Mos më truk në ato. Ku peshtë? Ty të se më pis. Edhe jo pis në ato kuptim që... Shisa pisi, e shisa mi bone du. Unë t'i bëra ashtu më që si... Po së të në tëtë me More, shkosh. ajdi, mos më prek. Nuk jem më. O kafsh. Si e boni ftyren. Hej, me mua mirë si du folë, okej? I që duart o kafsh. Sara, në qoftë është femër, do më thënë, dhe i thot Albit që nuk preket një femër, pse flet ato llafet e meshkujve? Po pse vazhdon të gjuaj? Po jo me pse del nga femra, do më thënë. Unë Sara në njof edhe para se të futemi këtu, edhe Sara ka pas fjalorin më burnut që ekziston. Këtu mos bëj si shumë si kur nuk flet, do më thënë. Po ja, 2 raste kanë pas gjithse, një me Vilzana dhe tani, që është në vrikos keq dhe i kanë nxjerrë gjitha kështu. Këtu jemi edhe në publik dhe për respekt atyre që na shohin, sepse ne na shohin moshatarët tanë edhe të mëdhej, edhe nuk duhet përdorim ashtu fjalësh, do më thënë. Po të paktën, pasi flet ashtu dhe bën ashtu veprimesh, mos t'i thot më vetes femër me karakter me sedër, siç i thot gjithkohës. Se mos më duket ashtu. Se di, Arisa, ti... Se një femër me karakter nuk e humb toruan për 2 sekonda, që siç e humb Sara, edhe pastaj na thot ne juve, e keni gabim, ju s'më kuptoni mu, ju po mbini në qaf kot. Po pse pikërisht asajt? Pse qa ka ajo që i bim në qaf? Ka në një që puna bë vez në kuqe ajo tani? Po pra. Po ajo duhet ta kuptoj që përderisa të gjithë njerëzit pa përjashtim një herë janë zënë me të, do të thotë që nuk shkon me ato, jo nuk shkon me ne. Ky ishte edhe materiali. Çfarë shihelen tek teleshikuesit një ngjarje e tillë? Si duhet gjykuar? Situatë stresi, pasojë e logjikshme e një konkurrencë të fortë mes të rinj të cilët kanë 2 muaj që janë mbyllur në shkollën e Akademisë së Yjeve, janë në vëzhgimin non-stop të kamerave në transmetim 24 orë live, apo është një situatë e pajustifikuar? Ftoj Sarën dhe Albin këtu pranë meje. Ju e dini mirë që fama është një rrugë e vështirë, gjatë të cilët fansat ju ndjekin jo vetëm në skenë, por edhe në jetën tuaj të përditshme private. Unë jam shumë emocionuar nga një ngjarje e tillë dhe dua të marr sonte pikërisht komentin e fansave të Sarës edhe të Albit. Kemi vënë në dispozicion një numër Eagle 067, shpresoj që regjia ta nxjerr në ekran, 067
3701. Pikërisht në këtë numër, të gjithë njerëzit mund të komentojnë, komente do t'jenë në transmetim të drejt për drejt, pra është një numër që ju mund të dërgoni mesazhe, të komentoni situatën, ngjarjen që sapo pat. Ndërkohë, këtu në teatrin e televizionit Klan ndodhe në qindra spektatorë që në fakt tashmë janë miq tanë, sepse ata në mënyrë permanente ndjekin të gjithë nxënësit e Akademisë së Yjeve, dhe unë do doja që secili ndoshta 3-4 prej tyre aty të më japi një mendim sa i përket kësaj situate, një mendim sinkron pyetjes që unë shtrova para pak kohësh. Po? Me një zonjë dhe do doja ta pyesja në mënyrë të drejtë për drejtë lidhje me situatën. Si do ta komentoni ju këtë gjë? Shiko, këtë ngjarje e pash live, domethënë në Star Academy, dhe natyrisht aty stresi është, por reagimi i Sarës nuk më pëlqeu fare, edhe sidomos me Albin që ato vete kanë cilësuar një djalë shëmbullor aty brenda, dhe një reagim i tillë nuk u priste, domethënë se nisi si loj dhe nuk më pëlqeu shumë ai reagimi i Sarës. Për një vajzë nuk është korrekte.